Policia e Durrësit ka zbuluar një tjetër rast prostitucioni në kuadër të operacionit të koduar Storm, gjatë së cilit janë arrestuar 2 shtetase nga Kolumbia, si të është proceduar një shtetas shqiptar. Në kuadër të operacionit në zonën e shkumbit të Kavajës në Durrës, u arrestuan 2 26 vjeçarët nga Kolumbia për veprat penale prostitucion dhe përshtatje ambienteve për prostitucion. Këto shtetase kishin marrë me qira një apartament dhe kishin përshtatur ato për të shfrytëzuar për aktivitetet të paligjshme të prostitucionit. Gjatë kontrollit brenda apartamentit u sekuestruan si prova materiale 2 pasaporta të shtetasëve të huaja, një sasi parash në lek dhe valutë, 3 aparate celular, një blok shënimesh dhe disa karta SIM. Ky është një rast i përsëritur kur shtetaset të huaja, kryesisht nga Brazili, Kolumbia, Kina, Ukraina dhe Vietnami, zgjedhin Shqipërinë për të ushtruar prostitucionin nëpër qytete të ndryshme. Materialet hetimore për këtë rast i kanë kaluar në ngarkim prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës, e cila po vijon me procedurat përkatëse ligjore.